Seanca paraprake maraton për ish presidentin Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Ema Çoku, Fatmira Kryemadhi dhe Pirro Xhixho është zhvilluar gjatë kësaj të enjteje. Gjatë fjalës së tij para trupit gjykues, pas përfundimit të fjalës së mbrojtjes, kryetari i Partisë së Lirisë, Meta, ka deklaruar se arrestimi i tij është politik dhe jo i bazuar në fakte dhe të dhëna konkrete. E nderuar zonja gjykatëse, për 3 seanca me radhë kemi dëgjuar një pamflet politik nga organi i akuzës, pas një lloj arkitekture juridike dhe ligjore, por të bazuar vetëm mbi gënjeshtra, falsifikime dhe një tablo sinoptike të përgatitur prej gati 2 dekadash nga sekti sorosist që ka kapur në mënyrë antikushtetuese reformën në drejtësi, thuhet se ka deklaruar Meta. Meta ka vijuar mëtej, duke thënë se ai po keq trajtohet në burg dhe për të cilën është në dijeni edhe avokati i popullit, ndërsa ka bërë përgjegjës kryeministrin Edi Rama për zvarritjen e çështjes së tij. Për të gjitha shkeljet e të drejtave të mia njerëzore, por edhe politike, avokati i popullit ka bërë një listë të plot me rekomandime, të cilat injorohen edhe sot e kësaj dite. Kjo ndodh se drejtori i burgut tim është de facto Edi Rama. Kjo ndodh se prokurori de facto i çështjes Meta dhe hartuesi i tablos sinoptike është prap Edi Rama. Ndaj ndodhi rrëmbimi im kriminal dhe i paligjshëm përpara zgjedhjeve të 11 majit. Ndaj paraburgimi nuk është përdorur si mjet hetimi, por vetëm si mjet persekutimi politik dhe njerëzor. Kjo nuk është hera e parë që ndodh në Shqipërinë tonë, vijon deklarata e ish presidentit Ilir Meta. Ish presidenti Ilir Meta u arrestuar më 21 tetor të vitit 2024 përmes një urdhri të lëshuar nga SPAK në ndyshimet për korrupsion, pastrim parash, mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë.